Të dashur dëgjues të Radio Maris, ju ftojmë të ndjeqni emisionin Lexo Biblën me ne, me komentim biblik nga Don Simo, pikpamje katolike. Vazhdojmë sot me leximin dhe me interpretimin e librit të Ligjit të Përtrir, kapitullit 19-28. Leximin e tekstit e bën Edlira Jajaga Kqiku nga Prishtina, kurse katekezen Gasper Marku nga Vlora. Kësaj here unë ja lë Gasprit shpjegimin e tekstit, që e ka bërë shumë mirë bashkë me katekez, sa i takon kapitujve në fjalë dhe pjesëve të nxjerrura prej tyre. Ju ftoj të dëgjoni katekezen. Unë dua të shfrytëzoj rastin të jap disa shpjegime mbi praktikat magjike në Bibël, të cilat përmenden tek Ligji i Përtrir, kapitulli 18, rrethtat 9-22. Ky është një paragraf shumë i famshëm i Ligjit të Përtrir, por edhe shumë aktual. Flet mbi profecinë e vërtetë dhe dënon ushtrimin e aktiviteteve magjike. Pas hyrjes në tokën e premtuar, Izraeli duhet të ruhet prej profetëve të rrejshëm dhe prej magjistarëve. Do të mundohemi të përkufizojmë profecinë në të ardhmen kur të flasim për profetet dhe të shohim me një sy edhe kurioz cilat janë aktivitetet magjike të kohëve të lashta që jetonin në Mesopotami e në vendet përreth, siç është ajo që ne sot e konsiderojmë tokë e shenjtë. Pra këtë do ta shohim sot. Në këto rreshta që lexojmë, Mojsiu qorton breznin izraelite që po hynë në tokën e premtuar se asnjë veprimtari magjike nuk është e lejuar në Izrael, asnjë pa përjashtim. Thot teksti kështu: Kur të kesh hyrë në tokën që Zoti hyjët mendon të ta jap, ruhu e mos të pëlqejnë punët e poshtrat atyre popujve, as të mos gjendet ndokush ndër ju që ta bëj të kaloj djali ose vajza ti në përzjarr, që të merret me shorti, me shqyrtimresh, me këqyrje shpatullash, që të bëj magji, që të shitoj, që të thras shpirtrat e të vdekurve ose xhind, ose të kërkoj të vërtetën prej të vdekurve. Sepse të gjitha këto ju rren Zoti dhe për shkak të këtyre paullësive Zoti ata do t'i dëboj para teje. Kapitulli 18, rrethtat 9-12. Këto rreshta preken një tendencë të lindur të njerëzit, të hyjë në kontakt me të mbinatyrshmen, me atë që kemi quajtur transcendente. Ka edhe një tendencë tjetër tek njeriu, të bindet se transcendentja e ka në dorë fatin e tij. Kjo është e vërtetë deri në një farë pike, por duhet ta shpjegoj mirë. Në mësimin e fesë son, marrëdhënia jonë me Zotin themelohet pikërisht në fjalën marrëdhënie. Është ndërpersonale. Kur dy persona bashkëpunojnë, ata bien dakord me njëri tjetrin. Patjetër që njeriu zbulon dhe kryen vullnetin e Zotit, por e bën në marrëdhënie me Zotin. Zbulimi dhe kryerja e vullnetit të Zotit është çështje përkushtimi, dëshire, është zgjedhje jetësore, është thellim gjithnjë e më i thellë në jetën e fesë. Është e gabuar të mendohet ose të besohet se Zoti e ka përcaktuar ose paracaktuar fatin e njeriut prej fillimit të kohrave, ose qysh prej krijimit të tij ose prej lindjes, se pra atje diku Zoti ka projektu diçka, se është e shkrume, si thuhet shpesh, dhe se në botë noll ajo që Zoti ka vendos prej amshimit, dhe se ajo që ka vendos Zoti nuk mund të modifikohet. Po, Zoti ka përcaktuar diçka, kjo është e vërtetë, por ka përcaktuar që ky njeri, secili njeri, të shëlbohet përmes vdekjes dhe ringjalljes së Jezu Krishtit, duke marrë pjesë në vdekjen dhe ringjalljen e tij. Aspektet tjera konkrete, mënyrat që ky njeri zgjell për ta shëlbuar shpirtin, i zbulon në marrëdhënie të gjallë dhe jetike me Zotin. Nuk ka vetëm një rrugë, një thirrje, mundësitë janë të shumta. Zoti jep njeriu mundësi të ndryshme, sepse është bujar. Në fund është zgjedhja e njeriu dhe forma që ai përcakton ta jetojë jetën në marrëdhënie me Zotin, ajo që pastaj do t'ia mundsojë të gjejë rrugë për shëlbimin e shpirtit. Njeriu nga ana e tij, sidomos nëse nuk është i sigurt për thirrjen e tij dhe për situatën shpirtërore në të cilën ndodhet, është kurioz ta njohë edhe para kohë cili është fati që hyjnia ose hyjnit sipas mendësisë së vjetër kanë rezervuar për të. Është kjo ajo që zakonisht e quajmë dëshirë me njohë të ardhmen.
Unë e maj men, kur isha fëmijë, thuhej se aty afër shkollës son ishte një njeri që ta shikon shuplakën e dorës dhe atëre ditë të ardhmen tënde dhe ta zbulon ty. Ishte një plak, një fije i frikshëm. Edhe ata që shkonin tek ai e kishin frikë. Janë pra figura kësaj, një fije misterioze, me demek aftësi të jashtëzakonshme, persona që pretendojnë se kanë aftësi të veçanta, por nuk kanë asnjë. Ne e kuptojmë se vetë pyetja lidhur me të ardhmen është e gabuar. Zoti nuk ka rezervuar gjëra konkrete për të ardhmen, sikur se thamë. Ai ka rezervuar vend për secilin njeri në zemrën e tij, këtë po. Ai ja ka mundsuar gjithkujt kushdo të hyjë në këtë marrëdhënie dashurie dhe lirie me të, këtë po. Pyetja saktë që duhet të bëjmë për të ardhmen është se si do t'ja bëjmë për ta zbuluar Zotin dhe për ta pranuar dashurinë e tij, për të mbetur në marrëdhënie me të në të gjitha ditët e jetës sonë. Për t'ja arritur kësaj ndonjëherë ka nevojë të bëhen ndërhyrje në jetë, modifikime të ndryshme, por për të hyrë në marrëdhënie me Zotin me fjalë tjera don shumë punë, kurse njerëzit duan t'i bien për shkurt. Në vend që thirrjen dhe projektin e të ardhmes ta zbulojnë brenda kësaj marrëdhënie, ata bëjnë disa veprime njerëzore që e përjashtojnë Zotin dhe mundohen që me anën e tyre ta zëvendësojnë veprimin e tij. Të tilla janë veprimet magjike. Atë që ne në bisede quajmë magji ose veprimtari magjike, në teologji e quajmë divinacion, në latinisht divinatio. Ishte praktike e njohur në Romën e lashtë për shembull, dhe shumë e përhapur. Sa për ilustrim, Ciceroni e përkufizon kështu: divinimi është parandjenja dhe njohja e gjërave të ardhshme. Kjo është dhuratë e shkëlqyer dhe e dobishme nëse ekziston, falë se cilës natyra njerëzore mund t'i afrohet në shkallën më të lartë fuqisë së hyjnive. Nuk duam të komentojmë këtu Ciceronin, por të theksojmë te ky përkufizim shënimin e filozofit nëse ekziston, kur flet për aftësitë eventuale të individëve të parandjejnë dhe të njohin gjërat e ardhshme. Ai e përkufizon fjalën divinacion, por nuk ishte i bindur si filozof që ishte se ka njerëz të aftë të parandjejnë dhe të dinë gjërat e ardhshme. Është diçka që mund të konsiderohet pretendim i tepruar, të mundohet njeriu të arrijë nivelin e zotave, të arrijë fuqitë hyjnore. Njerëzit janë të kufizuar dhe në gjithçka, e sidomos në këto çështje, dobësi tregojnë se jo dije, mungesa, jo aftësi. Të gjithë ata që marrin përgjigje prej magjistarëve, më shumë që orientohen prej tyre se sa drejtohen në jetë, përveç se mkatnojnë. Nga që përmendem botën latine të Romës antike, të themi se në Romë praktikoheshin përgjithsisht 4 veprimtari divinacioni. Veprimtaria parë quhet augurium ose auspicium në latinisht. Këtë lloj praktike magjike e ushtronin mbi gjitha dietarët e shtetit ose profetët zyrtar, ishin ata që i qëndronin mbretit afër dhe i jepnin këshilla të ndryshme. Ata vështronin shenja të ndryshme në qiell, si për shembull fluturimin e zogjve, dhe kështu mundoheshin të zbulojnë fatin, për shembull para një betejë, para ndërmarrjes së një aktiviteti të rëndësishëm. Me qira fjala, augurium është aktual fatkeqësisht edhe në popullin tonë. Në disa vende kur në obor ndihet duke kënduar një zog i veçantë, do një farë kukuvaje ose shpenditill për shembull, interpretohet si shenjë keqe, a thua se njell keq. Si augurium i keq konsiderohet ndonjëherë kur maca e zezë pret rrugën ose gjarpri, përveçse mkat është edhe budallek me mendu se macja e zezë mundet me ta prena faken, se numri 13 për shembull është auspicium i keq, e tjera, e tjera. Mënyra e dytë e veprimtarisë magjike në Romën e lashtë ishte aruspicina. Kështu quhej, një fjalë e vështirë, por që nënkupton aftësinë e pretenduar të disa individëve të lexojnë zort ose eshtrat e baktive që ofroheshin si fli. Aruspicina mund ta përkthejmë me fjalën fall. Aruspices ishin fallxhort që merreshin me veprimtari të tilla. Edhe ndër ne studiohen eshtrat e baktive, për shembull, shpatulla e ferlikut, por aruspicina janë të gjitha fallet tjerë, shikimi i filxhanave, i reve, i kryps
ose të mjeteve tjera që përdoren kundër synit keq. Të gjitha hajmalit që përdoren janë fallet të tipeve të tillë. Nuk ka nevojë për hajmali për të ruajtur prej të keqes. Ka nevojë për lutje, ruzare, adhurim, marrje të sakramenteve. Jezu Krishti na ruan prej të keqes, jo hajmalit. Lloji i tretë i veprimtarisë magjike në Rom ishte vaticinium, prej nga vjen fjala vates, që mund ta përkthejmë në shqip si vegjent, si person që ka vizione të ndryshme. Është divinacion i kryer si një formë profetike prej personave që pretendonin se kanë frymëzime prej hynive. Nuk ka shumë ndër ne, por ndonjëherë disa njerëz pretendojnë se kanë zbulime të veçanta që njerëz tjerë nuk kanë. Pleq ose plaka, për shembull, që parashohin të ardhmen, ato që ne kemi quajtur shtriga ose shtrigaj ose lugeten, nuk e di pse mendojmë se Zoti ose natyra ose diçka tjetër u ka dhënë aftësi të veçanta të ndërhyjnë në fusha të fshehura prej publikut, në zonat e okultizmit, të njohin zemrën e njeriut, të dinë cilan mund të jetë ilaçet për shërimin e saj, ndonjëherë të dinë edhe për të ardhmen e tij, t'ia shtien friken, të ndërhyjnë në vendimet e tija. Janë shpesh manipulime patjetër. Unë bëj apel që të mos shkohet ndër shortar, sepse këta shortarë në shumicën më të madhe të rasteve manipulojnë për përfitime personale. Bëj apel të mos merren në dorë hajmalina në të cilat janë shkruara gjëra në gjuhë të panjohura. Nëse dikush gjen në shtëpi objekte të tilla, nuk duhet të ketë frikë, mjafton me i djeg e mos mund diku prej tyne. Dihet ilaçi, ruzarja shenjte, adhurimi, rrëfimi, kungimi, udha kryqit kur është koha, vizita shejtnoreve, përkushtimi i jetës për Zotin, prania e Zojës bekuar në mendje e në zemër, këta janë gjanat që shërojnë dhe ruajnë prej të gjitha të këqijave. Lloji i fundit i veprimtarive magjike në Romën e lashtë që po e përmendim është sortilegjum. Sortilegjum mund të themi shorti në shqip. Shortinat bëheshin në forma nga më të ndryshme, ishin magji të bëra me përdorimin e mjeteve të vogla ose të mëdha, të cilat hidheshin ose në tavolinë ose në tokë dhe pastaj vështroheshin prej personit që ne e quajmë shortar dhe ai bënte interpretimin. Qëllimi i sortilegjum është jo vetëm njohja e të ardhmes, por edhe parandalimi i disa ngjarjeve në të ardhmen. Shortarët zakonisht u ashtien frikë njerëzve se do të ndodhë diçka e keqe që ata parashohin dhe atëherë premtojnë se ata vetë do të bëjnë disa shortina tjera të cilat shortinat që do të bëjnë ata do të parandalojnë të keqen e parapome prej tyne. Shumicën e madhe të rasteve kërkojnë pare për një shërbim të tillë. Është mjaft i mërzitshëm dhe fatkeq fati se edhe sot e kësaj dite praktikohen edhe në vendet tona gati të gjitha këto shortina. Të gjitha një për një janë të ndaluara në besimin ton. Të gjitha thejnë në mënyrë të drejtë për drejtë urdhrin e parë të Zotit. Vetëm Zoti na ka në dorë. Thot Psalmi 23, Zoti është bariu im, asgjë nuk më mungon. Me pushon kullotave të gjelbra, me prin në ujra të qeta, shpirtin më përtrin. Ai më prin shtigjeve të drejta në sajet e dashurisë së emrit të vet. Po dhe në kavlosha në për luginën e hijes së vdekjes, stremem nga e keqja, sepse ti je me mua. Të kthejmë tani prej botës romake në botën biblike. Tek ligji i Përtrir, kapitulli 18, tek rreshtat 10 deri 20 numrohen plot 10 veprimtari magjike, shumë të dënuara për shkrimit shenjtë. E përsërisim, nuk kemi fakte të themi se këto 10 veprimtari të gjitha janë zhvilluar në Izrael, por sigurisht se po në Mesopotaminë e vjetër, në Egjipt dhe në vende të tjera përreth. Divinacionet në botën biblike bëheshin me qëllim që të zbulohej vullneti i zotave, thamë. Për të bërë këtë ndonjëherë shkohej edhe në ekstrem, konsultoheshin edhe të vdekurit. Njohja e vullnetit të zotave kishte si qëllim ose parandalimin e ngjarjeve që ajo njohje nënkuptonte, ose përgatitjen e vetvetes ose të komunitetit për të ballafaquar me ato realitete. Për këtë ndonjëherë konsultoheshin edhe të vdekurit, sikurse të rasti i thirrjes së Samuelit prej të vdekurve, te kapitulli 28 i librit të parë të Samuelit që do ta lexojmë kur të vi koha.
Personat e aftë të bëjnë këto veprimtari ishin priftrinj, astrolog, dietar, ëndërtar, parashikues. Personat e aftë interpretojnë shenjat. Këto e quajmë divinacion indirekt, sepse hynit sipas besimit të tyre paraqitin vullnetin e vet nëpërmjet elementeve të ndryshme të natyrës. Divinacioni drejt për drejt bëhej kur hynia ose persona prej botës së përtejme komunikonin drejt për drejt me veçentin, pa pas nevojë për ndërmjetësime të natyrës. Mesazhi në këtë rast e jepej përmes trançeve, ose siç themi në shqip kalimeve në trans dhe të ekstazave të ndryshme. Cilat ishin praktikat magjike të ligjit për trirë, që i përshkruan kapitulli 18, rreshtat 9-10 e Matej. E para ishte Ma'avir Beno u Vito Baesh, kalimi i djalit ose vajzës së vet në përzjarr. E dim prej disa dëshmive biblike se hynis pagane Molek i ofroheshin fëmijë për fli. Moleku ishte hynia e popullatave të Amonitëve, dhe pikrisht për praktikën e sakrificave të fëmijëve konsiderohet si idhulli më i urryer në Izrael. Thot Levitiku kapitulli 18 rreshti 21, nuk guxon të japësh ndonjë fëmijë t'i flijohet Molokut. Nuk guxon ta çnerosh emrin e hyjit tënd. Kjo praktik ndalohet edhe tek libri Levitikut kapitulli 20 rreshtat 2-5, e përmend edhe libri 2 Timretënve kapitulli 23 rreshti 10, i cili thot se mbreti Jozia e profanoi gjithashtu edhe Tofet, që është në fushën Benenom, që të mos i flijoj me askush djalin ose vajzën e vet në zjarr Molokut. Është fjala për një vend kulti pagan ku ofroheshin fëmijë që ndodhej në luginën Hinnom. Lugina Hinnom ku digjeshin fëmijët në fli për Molekun, që përmend Shkrimi i Shenjtë, është lugina Gjeena që e përmend Jezusi si metafor për ferrin. Tek Mateu kapitulli 5 rreshti 22, rreshtat 29-30, atëherë Jezusi e përmend edhe te kapitulli 10 rreshti 28, 18-9, 23-15, 33, e përmend edhe Marku te kapitulli 9, rreshtat 43 deri në 48, Ungjilli Luks te kapitulli 12 rreshti 5. Pra Gjeena, lugina Hinnom, është metafor e ferrit, pikrisht sepse aty, sipas tregimit biblik, ishte një vend ku digjeshin ndër tjerë edhe fëmijë si ofertë për hynin amonik të Molek. Duhet thënë se gjurmimet arkeologjike në Jerusalem nuk kanë vërtetuar ushtrimin e kësaj veprimtarie të urryeshme, edhe pse mund të ketë ndodhur, sikurse thot Shkrimi i Shenjtë. Gjurmimet arkeologjike sidoqoftë kanë vërtetuar se sakrifikimi i fëmijëve të djegur në zjarr është ushtruar në vende të ndryshme, për shembull në Kartagjen, e mundësisht në ndonjë vend tjetër gjatë sundimit të punëve dhe të fenikasve. Vendi ku flijoheshin fëmijët quhej Tofet, dhe sipas beslidhjes së vjetër, Tofet i tillë në Jerusalem ndodhej në Gjeena, në luginën Hinnom. Një tjetër praktik magjike është Kosem Kësamim në hebraisht, dikush që merret me shorti. Kesem është fjalë e përgjithshme për të përshkruar personin që flet formula magjike ose bën gjeste magjike. Ka disa lloje shortinash në Bibël, për shembull hrabdomanci, fjala hrabdos në greqisht do të thonë shkop, përdorej shkopi ose shigjeta të ndryshme me qëllime magjike. Për shembull, tek libri Ezekielit, kapitulli 21, rreshti 26 thuhet, sepse mbreti i Babilonit ka zënë vend në ullkryq, në krye të dy ullëve, kërkon dietarin, përzin shigjetat, pyet terafimt, këshillon mëlçin, e tjera. Ky shembull përshkruan edhe dy praktika tjera, kleromancin, hedhja e shortit nëpërmjet shigjetave, edhe hepatoskopin, që është shikimi i mëlçisë së kafshëve të flijuara. Një tjetër veprimtari magjike është meonen në hebraisht, që është shqyrtimi i reve ose i vëzhgimit të kohës. Rënja është e diskutueshme e kësaj veprimtarie magjike meonen, fjala anan, do më thonë re, atëherë ka mundësi që këto persona shikoshin lëvizjet e reve dhe pozitën e tyre në qiell dhe hamendsonin të ardhmen duke u nisur nga
interpretimi i pozitës së reve. Kjo fjalë mund të kuptojë edhe syrin e keq, nëse me onen ka në rej fjalën ain, që në hebraisht dhe më thënë sy, por si pas gjitha gjasave ishtë fjala për vëzhgimin e reve. Si pas shumë studiusve, kjo praktik ka të bëjnë edhe me astrologjin, me vëzhgimin e kohëve të favorshme ose të pafavorshme. Dhe më thënja është se fenomenet kohore përcaktojnë ose edhe thjesht parashohin të ardhmen. Në këtë fushë me onen, mund të vendosin për shembull horoskopin. Mendimin modern shumë të ndjekur fatkeqësisht se yjet dhe pozita tyre në qiell mund të përcaktoj të ardhmen e njerëzve ose të paktën ta parashikoj atë. Veprimtaria 4 që përmend ligji për trirë është Menahesh. Menahesh, Dom Simoni e ka përkthy këqyrje shpatullash, por faktikisht fjala Nahash do të thënë gjarpër në hebraisht. Menahesh është mendimi se e ardhmja mund të parashihet prej sjelljes ose pranisë së disa kafshëve, sidomos e gjarprive, por edhe nga fluturimi i zogjve, e tjera, e tjera. Veprimtaria e 5 është Mehashef, folja Hashaf, si pas studiosve, mund tjetë lidhur me përdorimin e bimëve. Është fjalë e vështirë për ta kuptuar, fjalë shumë e rrallë në hebraisht. Mendojmë se ka të bëjnë me bimë, sepse në greqisht, përkthimi i 70-ve e ka marrë domethënien e fjalës Menahesh, duke e përkthyer me fjalën farmakos, që nënkupton se ndoshta përdorej ndonjë farë alkimie me qëllime magjike. Farmakos në greqisht e kemi thënë një herë, domethënë edhe helm, por domethënë edhe ilaç. Praktika tjetër që përmendim është hover haver, ai që lidh nyje, ai që lidh fjalë, ai që thot formulat e caktuara me fjalë tjera. Rënja havar do të thot me lidh pikrisht, me bashku, bëhet fjalë për ata që shqiptojnë formula magjike që lidhin fjalë me njëra tjetrën. Dhe ndoshta duke i përmendur atë këto formula si pjesë të ritualit, kanë lidhur fizikisht nyje, nuk e dim. Ishte praktike e njohur në Mesopotami, është një prej atyre praktikave egzoterike që synonin inaugurimin e marrëdhënieve me hyjni tjera ose me forca okulte mbinatyrore. Mund të jetë kjo praktika më e përafërt me veprimtarinë satanike, edhe pse nuk ka nevojë ta themi, të gjitha këto veprimtari kanë të përbashkët veprimtarinë satanike. Me termin satanizëm në kuptim shumë të gjerë, nënkuptojmë thirrjen e personazheve mbinatyrore për të nërhyrë në fatin e njerëzve. Tjetra veprimtari është Shoel Ov, ai pra që thret shpirtrat e të vdekurve. Ov është shpirti i një të vdekurit në hebraisht. Shembullin unik të kësaj veprimtarie e gjejmë te libri i parë i Samuelit kapitulli 28, ku Baalat ha-Ov e Endorit, shtriga pra e Endorit, e thret Samuelin që tashmë kishte vdekur, sepse Sauli donte të fliste me të për ta pyetur për fatin e tij dhe të fëmijëve të tij, dhe të bëj edhe disa pyetje tjera. Nënkuptohej se të vdekurit, duke pasur parasysh se janë anëtar të një bote tjetër, mund kishin qasje në informata që tjerët nuk kanë. Fatkeqësisht edhe sot e kësaj dite bëhen shpesh ndenje të tilla spiritike dhe bëhen aktivitete asisoj që thrasin shpirtrat e të vdekurve. Tani shpesh në vend që të përgjigjen të vdekurit, që s'mund të përgjigjet dikush tjetër me mashtrimet e veta. Prap, nuk po ja përmenim emrin. Dhe parafundit është Jide Oni, ai që ka një shpirt familjar njohës me fjalë tjera. Jide Oni përkthehet zakonisht si një shpirt që di, sikurse një demon familjar. Është praktike e atyre që konsultojnë ndonjë figurë private ose personale. A thua se ata vet e din prejardhjen e dijeve të tyre dhe të aftësive, sepse atyre personalisht ju azbulon dikush i veçantë, me të cilin vetëm ata kanë marrëdhënie. Në krahasim me praktikën e mëparshme, Shoel Ov, Jide Oni, edhe pse nuk dihet saktë çfarë praktike ishte, dukej se ka të bëjë me konsultimin e krijesave engjëllore, jo domosdoshmërisht të shpirtrave të vdekurve, dhe kjo mund të jetë dallimi midis këtyre dyjave. Jide Oni konsulton shpirtra të engjëve, ndoshta të djajve, kurse Shoel Ov të vdekurve, personave të vdekur, zakonisht të dashurve që kanë vdekur. Dhe e funit Doresh El Hametim
është ai që konsulton praktikisht të vdekurit. Kjo quhet një nekromanci e drejt për drejt. Kur flasim për nekromanci, kemi të bëjmë me pyetjen e drejt për drejt të vdekurve për të marrë zbulime. Isaia kapitulli 8, rreshti 19 flet për këtë me ironi polemike. A duhet të pyeten të vdekurit për të gjallët? Gjithashtu edhe Jeremia kapitulli 8, 1-2, Isaia kapitulli 65, rreshti 4 pasqyrojnë praktika të inkubimit pranë varreve, ndoshta me synimin për të marrë dije e fjalë nga vetë të vdekurit. Nga ana teologjike, libri i Ligjit për Trirë kapitulli 18, rreshtat 9-14, nuk është thjesht një listë aktivitetesh magjike të dënuara ose gjëra të neveritshme, to eva sikurse e thret shkrimi i shenjtë, neveri. Përmban një mësim serioz. Vullneti i Zotit është diçka serioze, është gjë personale që ka të bëjë me raportin e personit me Zotin. Njeriu ndonjëherë ka nevojë të ndihmohet për ta zbuluar vullnetin e Zotit, por ai duhet ta kërkojë vetë këtë ndihmë dhe ta zbulojë me kujdes vullnetin e Zotit. Ka njerëz shumë të rrallë si Shën Pion nga Pietrelcina, të cilëve Zoti u jep aftësi të shohin në zemrat njerëzve, nuk e mohoj, por janë njerëz të rrallë, këta janë përjashtime. Nuk i thuhet kuj Zoti prej teje don këtë. Po, patjetër, të jetë i shenjtë, siç kemi thënë, por rrugën e shenjtërisë njeriu do ta zbulojë vetë secili në marrëdhënie me Zotin, me lutje, me meditimin e fjalës së Tij, me marrjen e sakramenteve, pastaj me lutje, me shumë lutje, në një kohë të gjatë, thellimin e vetvete dhe në zbulimin e drejtimeve në të cilat Zoti prin në jetë. Asnjë magjistar, askush kush shkruan e jep hajmalina, e flet fjalë të mistershme, të pakuptueshme, nuk zbulon vullnetin e Zotit, por pengon shumë në zbulimin e tij. E përsërisi më shumë turbullon se ndihmon. Nuk zbulojnë vullnetin e Zotit vizionet, pretendimi dikuj se ka dhurata të veçanta. Vullnetin e Zotit e zbulon fjala e tij, meditimi i saj, me shumë lutje e me ballafaqimin me persona që kanë aftësi të dallojnë dëshiren që vjen prej Zotit me tundime. Vullneti i Zotit nuk zbulohet në pak sekonda, sepse ai edhe duhet të pranohet dhe për ta pranuar, insistoj, ka nevojë për shumë kohë. Të dëgjojmë tani pjesët e librit të Ligjit të Përtrirë të programuara për sot dhe mësimet e shkëlqyeshme të Gasprit. Nga libri i Ligjit të Përtrirë, kapitulli 19, rreshtat 15-20. Është krejtësisht pa vlerë dëshmimi i një dëshmitari të vetëm kundër kujdo. Çfarë do faji ose delikti të ketë bërë ky, çështja duhet të vendoset me fjalën e 2 ose 3 dëshmitarëve. Nëse paraqitet ndonjë dëshmitar i rrejshëm kundër ndokujt dhe pa ditë për kryengritje, le të paraqitet të dy ata që janë në çështje para Zotit, në praninë e priftërinjve e të gjykatësve që do të jenë në shërbim në atë kohë. Dhe gjykatësit, pasi ta kenë shqyrtuar me ma të madhin kujdese, ta kenë gjetur se dëshmitari i rem ka thënë një gënjeshtër kundër vëllait të vet, le t'ja bëjnë atij siç mendoi ai t'ja bëjnë vëllait të vet. Kështu do të shërënjosësh të keqen prej mesit tënd. Të tjerët, kur të dëgjojnë për këtë, do të tremben dhe nuk mund të kenë guxim, asesi të bëjnë punë të tilla. Nga libri i Ligjit të Përtrirë, kapitulli 22, rreshtat 1-12. Kur ta shohësh kaun ose delin e tretur të vëllait tënd, mos kalo, por çoja vëllait tënd. E nëse vëllai yt nuk është afër ose nuk e njeh, çoje në shtëpinë tënde derisa ti kërkoj vëllai yt e ti marr. Por kështu vepro edhe me gomarin, me petkun e me çfarëdo sendi që ti ketë tretur vëllai tënd. Nëse i gjen, mos bëj kinse si pash. Nëse sheh se është rrëzuar gomari ose kau i vëllait tënd në rrugë, mos u shmang, por ngrije bashkë me të. Gruaja të mos vishet me petka burrash, as burri të mos përdor të veshmet e grave, sepse kushdo bën kështu i velet Zotit. Hyj tënd, nëse duke bërë rrugë në një dru ose në tokë,
gjen një çerdhe të donjë shpendi dhe nënën duke ndenjur mbi zogj ose mbi vezë. Mos u merr zogjve nënën, por lëre nënën të shkoj e merri zogjt. Kështu do të jesh fatmirë e je gjatë. Kur të ndërtosh shtëpi të re, bëj mur për rreth terracës që e mbulon dhe kështu nuk do të biesh në gjak nëse ndokush thyen qafën prej saj. Mos mbill tjetër gjë në vreshtin tënd që të mos shugurohet një farësh e çka mbolle e fryti i vreshtit. Mos lëvro me një ka e me një gomar së bashku. Mos vish petk të punuar me lesh e me li përzier. Bëj thek në 4 këndet petku me të cilën mbulohesh. Nga libri i ligjit të përtrir, kapitulli 24, rreshtat 12 deri 22. Nëse është skamnor, pengu i tij të mos skaloj natën tek ti, por menjëherë në perëndim të diellit, ktheja që të flejë në petkun e vet e të bekoj. Ti atëherë do të jesh i drejtë në sytë e Zotit, hiu tënd. Mos ja mohosh për blimin nevojtarit, e skamnorit, qoftë ai prej vëllezërve të tu, qoftë edhe prej të ardhurëve që banojnë me ty në tokën tënde brenda qytetit tua. Po atë ditë, para se të perëndoj dielli, jepja pagën e mundit të ti, sepse është skamor, dhe ashtu i dëshiron zemra e ti, sepse përndryshe ai do të bërtas drejt Zotit, kundër teje. Ky do të jetë për ty mëkat. Për fajin e fëmijëve të mos vriten baballarët, as fëmijët për fajin e baballarëve, secili le të vdes për mëkatin e vet. Mos e shtrëmbëro të drejtën e ardhacakut, e të bonjakut, as petkat e vejushës, mos i merr peng. Të bjerë ndërmend se ke qenë skllav në Egjipt, e prej andej të ka nxjerr Zoti hiju yt. Prandaj, edhe po të urdhëroj, ta zbatosh këtë gjë. Kur të korrësh drithin në arën tënde e të kesh haruar do një dorës, mos u kthe për ta marrë, por lëre ta marrë ardhacaku, bonjaku e vejusha, që të bekoj Zoti, hiu yt, në çdo veprimtari tënde. Nëse i kesh kundur ullint që të kenë mbetur në pemë, mos u kthe për t'i mbledhur për vete, por lëri ardhacakut, bonjakut, vejushës. Nëse ke vjel vreshtin tënd, mos i mblidh vilet që ka mbetur, por le të mbesin për t'i përdorur ardhacaku, bonjaku e vejusha. Mos haro se dhe ti ke qenë skllav në Egjipt, prandaj po të urdhëroj ta kryesh këtë gjë. Udhëtoj me katekezat tona bashkë me popullin e Izraelit për të zbuluar dhe për të parë bukuritë e Biblës. Bibla është një thesar i pashtershëm, fjala e gjallë, që na zbulon gradualisht veprën shërbimprorëse të hyjit. Qëllimi vetëm i Zotit është shetëria e njeriut. Jemi në librin e ligjit të përtrir, kapitulli 19 deri 28. Populli i Izraelit është i bashkuar rreth Mojsiut dhe Aronit, sikur të ishin në një shkollë juridike. 10 urdhërimet e dhëna në malin e Sinait nga Zoti janë themeli i legjislacionit. Në këtë kapitull shikojmë se si janë të ndara anënene dhe rregullore, sipas kodeve penale, civile dhe shoqërore, në mënyrë që populli i Zotit, kur të kalojë Jordanin, jo vetëm të jetojnë mirë dhe në shetëri para Zotit, por të jetë shembull edhe për popujt e tjerë pagan. Në kapitull që cituam më lart, kodet janë të ndara sipas rëndësisë së tyre. Lind pyetja: pse është e nevojshme kaq shumë kode, ligje dhe rregullore? E pra, njeriu është një krijesë shumë e dobët. Ai është i përbërë nga 3 element: trupi, intelekti dhe shpirti. Trupi i njeriu është materie, lëndor, i prekshëm, i dukshëm dhe i shkatrueshëm. Edhe pse Jezusi na ka premtuar në ardhmën e dytë, kur të vijë si Zot për ta gjykuar botën, do të ngjallë trupat tanë, por gjithsesi një herë trupat tanë do të nënshtrohet vdekjes dhe kallëzimit. Ky trup lëndor, që është prej mishit dhe gjakut, e tërheq personin drejt dobësisë dhe mëkatit. Është i prirur të mos i bindet shpirtit.
Intelekti ose urtia është pjesa përbërëse e njeriut. Ky element shumë i rëndësishëm që dallon njeriun nga krijesat e tjera, i jep mundësinë ta dallojë dhe të zgjellë mes të mirës dhe të keqes, mes jetës dhe vdekjes. Ky element, nëse e quajmë kështu, i paraprin njeriun si krijesë inteligjente, për ta ndjekur rrugën e sigurt në jetën e tij dhe ta aftësojë atë për një ecje progresive. Intelekti i njeriut është në mes të trupit dhe shpirtit, nga njëherë quajmë edhe ndërgjegje. Kjo ndërgjegje mund të bindet trupit për të bërë veprat e trupit, dhe mund të bindet shpirtit për të bërë veprat e shpirtit. Shpirti është pjesa lejtare dhe kryesore. Nëse trupi vdes dhe intelekti me vdekjen e trupit pushon aktivitetin e tij. Pra të dy, trupi dhe mendja mbarojnë. Shpirti jeton përgjithmonë në amshit. Prandaj njeriu është i përngjashëm me hyj, sepse shpirti i njeriu jeton në amshim dhe Zoti jep mundësi të bashkohet me të në mënyrë graduale deri në përsosje. Shpirti i njeriu është gjithmonë i tërhequr nga Zoti dhe ka vullnet të bashkohet në një trajt të barabartë me shpirtin e Zotit, por është i varur nga trupi dhe intelekti i tij. Nganjëherë shpirti nuk është i lirë. Të tre këto elemente, nëse shkojnë në harmoni dhe i binden ligjit të Zotit, njeriu mund ta shëtërojë jetën e tij. Nëse jo, edhe nuk janë në harmoni dhe nuk i binden njëri tjetrit, atëherë njeriu e bjerr jetën e vet dhe vdes në mëkat. Shpirti është ai që jep jetën, trupi nuk blen asgjë. Gjoni 6:63. E bëra këtë shpjegim sepse njeriu është shumë kompleks dhe rebel. Çdo njeri ka nevojë që ta njohë veten e tij, përbërjen e tij dhe me çfarë ushqehet dhe jeton, dhe për çfarë duhet të jetojë. Trupi ushqehet dhe jeton me ushqimet e përditshme që prodhon toka me dorën e njeriu. Intelekti ushqehet ose zhvillohet me shkollë, libra, dije, kulturë e të tjera si këto. Kurse shpirti i njeriu ushqehet me Zotin, fjalën, trupin dhe shpirtin e tij nëpërmjet sakramenteve. Nëse ne nuk i marrim këto ushqime, si të trupit ashtu edhe të shpirtit, atëherë vdesim si në trup ashtu edhe në shpirt. Tani zgjedhja është e jona. Ja pra se Zoti ja ka dhënë popullit e tij ligj dhe rregulloret që ta ndjek atë drejt bashkimit përfundimtar. Njeriu nuk mund të shërbohet vetë pa Zotin. Ligjet e kodit dhe rregulloret janë rruga që drejtojnë popullin e Zotit drejt besëlidhjes së re, deri te vijë Krishti. E megjithatë, Krishti nuk është lyen, por i përsos çdo ligj dhe rregullore. Në kapitullin 19 thotë: Kur Zoti hyet të ketë asgjësuar popujt, tokën e të cilëve do ta japë për pronë, ndrejt që mundë dhe tokën ndaje në 3 pjesë të barabarta, që të ketë sa më afër ku të strehohet ai që ikën për shkak të vrasjes. Dhe ja, rastin në të cilin vrastari mund të strehohet për të shpëtuar jetën, kur ndonkush vret pa dashje të afërmin e vet. Zoti flet për qytetet e strehimit. Këtu flet për njerëzit që vrasin pa dashje. Është një këshill shumë i rëndësishëm, sidomos për aksidente të ndryshme, vrasje pa dashje e të tjera si këto. Njeriu në këtë rast duhet të mos marrin vendime të nxituara, të presin me durim deri në sqarimin e situatës. Zoti e don jetën e njeriu. Vrasjet janë një temë shumë e ndjeshme kudo, por sidomos në vendin tonë. Zoti porosit kujdes jetën e tjetrit, kushdo qoftë ai, edhe se ka vrarë me dashje. Strehoja dhe mbroje mos dërgjak të pafajshëm. Jeta çdo njerit është në dorën e Zotit. Nuk duhet të gjykojmë me verbësi, ndalo hakmarrjen, edhe se të ka vrarë të afërmin tënd. Lërje drejtësisë dhe sidomos lëshoje në dorën e Zotit. Se Zoti e ka shpërbyer jetën tënde me gjakun e birit të tij. Kush tjetër përveç Krishtit ta jep paqen e zemrës? Kush tjetër përveç Krishtit ta jep ringjalljen dhe jetën? Ty dhe të afërmit tënd, sidomos kur fal dhe jep paqen vrasit që të ka vrarë. Kjo është vepra e Zotit. Strehoje, mbroje dhe fale. Po në për paqen, Zoti thot mos vra. Kapitulli 20 flet për luftrat. Vetë Zoti hyj juaj, do të vi me ju dhe për ju do të luftoj,
kundër armiqve tuaj për t'ju shpëtuar nga rreziku. Lufta që bën Zoti është e drejtë. Ai bën një luftë kundra së keqes. Nuk lufton me njeriu. Armiku i njeriu është mëkati. Ai don që ta zhduk të keqen nga mesi i popullit. Zoti e përgatit popullin e Izraelit për luftën që ka me fiset pagane, Amorrejt, Kananet, Ferezet, Jebuzet, e tjerë, dhe tokën e tyre do t'i japin Izraelit. Pra, populli përgatitet për luftë dhe njëkohësisht përgatitet për të kaluar Jordanin dhe për të marrë në pronë tokën që Zoti hyi ju ka premtuar. Këtu duhet të kemi dy aspekte parasysh. E para, Zoti nuk i therrët të gjithë në luftë, bën disa përjashtime. Kush ka ba një shtëpi, kush është i martuar, kush ka mbell një vresht, kush ka frikë në zemrën e vet të luftojë, e tjerë, të kthehet të shkojnë në shtëpinë e tyre, të shijojnë ata për të cilët ka punuar. Ai nuk marr askënd me forcë dhe jashtë vullnetit të tyre. Kjo është e bukur që Zoti bën me njeriu. E respekton njeriu dhe dinjitetin e tij. Nuk përdor forcë dhe ligje që janë kundër ndërgjegjes sonë. Zoti nuk ka frikë se nuk ka ushtarë të mjaftueshëm për luftë, se ka një ushtri të vogël. Nuk intereson shumë numri i njerëzve Zotit. Zotit intereson zemra e njeriu. Njerëz që janë të veshur me armët e fesë. Nëse shkon në luftë dhe luftën tënde e drejton Zoti, por zemra jote është ngurtësuar dhe ke frikë të përballesh me kundërshtarin, atëherë lufta jote është e humbur. Zoti lufton për ty. Nëse ti e beson gjithçka atij, kur ti e vën shpresën tënde në duart të Zotit. Kur je i vetëdijshëm se vetëm ai e bën të mirën dhe askush tjetër, edhe nëse ne e bëjmë të mirë, nuk e bëjmë ne vetëm, por e bën Zoti nëpërmjet nesh. Çdo ditë kemi luftra të ndryshme, jo vetëm ato me armë, por luftra më të forta dhe të vazhdueshme që janë pa armë dhe pa ushtri. Ne luftojmë për ditë kundër të keqes dhe të ndimit. Njeriu është i ekspozuar nga joshja e mëkatit dhe lufta jonë duhet të jetë pa kompromis. Nuk duhet të bëjmë aleancë me mëkatin dhe as duhet të hyjmë në dialog me të. Duhet të veshemi me armët e fesë. Strehimi dhe mboroja jonë është kisha, dhe ushqimi dhe pija e përditshme në këtë luftë janë ungjilli dhe lutja, dhe komandanti i kësaj lufte është Krishti. Atëherë lufta është e fituar dhe djalli është i plandosur në fund të humnerës. E dyta, lind pyetja. Rëndom na vjen ndërmend, pse Zoti e merr tokën e këtyre fisëve dhe ja jep popullit të Izraelit, pavarësisht se janë pagan. A bën Zoti në këtë rast pa drejtësi? Ta shikosh nga ana njerëzore, kështu është. Edhe unë kështu mendoja dikur, kur jo gjithçka ishte e qartë në mendimet e mia. Zoti nuk bën kur pa drejtësi. Ai është i drejtë dhe i mëshirshëm. Ai është pronari dhe zotëruesi i krejt gjithësisë. Ai e ka krijuar tokën dhe gjithçka ajo ka, dhe ja jep në zotërim kujt të dojë. Zoti nuk mendon si ne. Ai ka një plan. Plani i Zotit është shërbimi i njeriu. Jo vetëm të popullit të tij, por krejt rodit njerëzor. Edhe paganët do të shëlbohen. Prej Izraelit vjen shëlbimi. Prej Izraelit lindi Krishti. Krishti ishte hebrej. Apostujt ishin hebrejnë. Krishti mori natyrën dhe mishin tonë dhe ardhi në botë, si Zot i vërtet dhe si njeri i vërtet, dhe shpalli lajmin e mirë të shërbimit dhe mbretërinë e hyjit dhe apostujt nxënësit e tij dolën në marr botën dhe shpallën këtë lajm të gëzueshëm të shërbimit. Dhe u tha: Dini në varr botën e predikoni ungjillin të gjithë njerëzve. Kush do të besojë e do të pagëzohet, do të shëlbohet. Ndërsa kush do të besojë, do të dënohet. Marku 16:15-16. Ky është plani i Zotit. Edhe ne sot dhe gjithë kisha në përgjithësi kemi qenë pagan. Hiri i Zotit dhe vetë Krishti, që evolosi me vdekjen dhe ringjalljen e vet, e finalizoi planin e atit të tij për shërbimin e njerëzimit mbar, për hebrejnë dhe për pagan. Pastaj apostujt e shenjtë dolën në mbar botën e predikuan ungjillin dhe falshën palit, na është shpallur edhe neve ungjillin e i liri. Ja pra, ky është Izraeli,
Prej tij dolën patriarkët e profetët. Për këtij popull lindi shëlbuesi Krishti Zot. Prej tij dhe mbargjenia njerëzore mori shëlbimin. Kapitulli 25 deri 26. Drejtësia shoqërore dhe dhuratat e fryteve të para. Të dyja këto tema janë shumë të rëndësishme për t'i kuptuar dhe veçanërisht për t'i jetuar. Në kapitullin 25 thot, mos keni dy pesha, një të madhe e një të vogël. Mos shisni me dy masa, njërit ma shtret e tjetrit ma lirë. Mos të jemi me dy standarde ose me dy fetyra. Njeriu duhet të jetë i drejtë para Zotit dhe para të afërmit të vet. Mos vepro kurrë kundër ndërgjegjës tënde, se kur të dalësh përpara Zotit, të mos turprohesh. Kurrë mos e lakmo pasurinë dhe dirësin e huaj. Si një ditë, do të drejtohen kundër teje dhe do ta bjerrësh jetën tënde me turp. Vjedha dhe korrupsioni, padrejtësitë, janë të neveritshme në sy të Zotit. Janë gjaku i skamlorit, i vejushës dhe i jetimit. Zoti kërkon gjakun e të objektit, nuk e lën të shkojë kot. E kërkon prej teje që e ke shkaktuar këtë padrejtësi dhe e paguan me kokën tënde. Njeriu fetar duhet të jetojë për fesë dhe jo për pasurisë. Pasuria është për këtë jetë toksore, nuk shërben për tjetër, vetëm për trupin dhe ki kujdes me të, se e humbi jetën e ferë sikur se pasaniku i Ungjillit. Ne të krishterët duhet të jemi shembull drejtësie në shoqëri. Duhet të bëjmë diferencën me pjesën tjetër të korruptuarve. Kur nuk duhet të bijmë në atë nivel që Satani na josh me lakmimin e pasurisë dhe ta bjerrim jetën tonë. Një krishter nuk duhet të ketë hije dyshimi, por jeta ati duhet të jetë si një dritë për të tjerët. Një shembull i gjallë. Ju jeni kripa tokës, ju jeni drita e botës, thot Zoti. Mateo 5:3. Dhuratat e fryteve të para. Zoti ju jep një rregull shumë të bukur popullit të tij. Kur të hysh në tokën që ta kam premtuar, merri frytet e para dhe çoj para Zotit hyjtën në shëtrorin e takimit, në elter. Dorëzoje Levitit dhe thuje kështu. Ishim një popull në tokën e Egjiptit, ishim sklever, por Zoti na nxori nga atje me dorë të fuqishme dhe na dha këtë vend ku jemi. Kjo rreth qumë është e mjalë. Është shumë bukur kur njeriu e njeh historinë e tij dhe vogëlsinë e tij përpara Zotit. Të gjithë jemi të dobët dhe sklever të dobësisë tonë njerëzore. Jo kot e bëra këtë katekezë, më sipër për njeriu. Njeriu është i krijuar nga hyj, nga asgjëja, dhe Zoti ja ka dhënë dinjitetin e tij. Mburrja jon është në Zotin, pa Zotin s'vlejmë asgjë. Jemi sklever të mëkateve tona. Të japësh lëmoshën tënde para Zotit është një gest dashurie. Kur ti ndan frytet e durave të tua me të tjerët, kjo është dashuria ndaj Zotit, por edhe ndaj të afërmit tënd. Çfarë të japësh është e jotja. Dua të ndaj me ju një gest dashurie. Nuk është histori, as nuk është shëmbëlltyr. Është një ngjarje e vërtetë. Të dielën e të ngjiturit të Jezusit në qiell, ishim një kish, por lusnim rozaren. Veni i moshuar besoj afërsisht 80 vjeçar, Nazifi. Është i varfër dhe i pa njeri, jeton vetëm me një pension të vogël. Nuk lyp si të varfërt e tjerë, ka dignitet. Jeton rrugëve, han çfarë t'i japin njerëzit. Është shumë i qetë dhe i dashur. I afrohet motrës murgeshës edhe i jep pak lek. Nuk e di se sa, por pak monella. I dha çfarë pati për jetesë. I dha në dorë, pa fjalë, i buzëqeshi dhe u largua në fund të kishës. Dhe qëndroi në stol derisa morë mesha. Këtë e bën për çdo të diel, por sot nuk e di se si më bëri shumë përshtypje. Mendova, ky i përgjan Krishtit, edhe pse nuk është i krishter, ndoshta musliman ose krejt pagan. Me përgjan me këtë kapitull për të cilin po flasim. Edhe ky i varfër e skamnor, që në frytet e tija të para Zotit në altar, e ja jep Levitit dhe buzëqesh. Oferta e tij është e drejtë dhe e pastër para Zotit. Te motra shikon personin e duhur që jeton për ditë në praninë e Zotit, sikurse Leviti. Në shumë katekeza dhe në shumë predikime, flasim se ne të krishterët jemi të ngjashëm me Zotin. Është e vërtetë.
A jemi ndalur në një dhomë në vetmi për të medituar se ku është ngjashmëria ime me Krishtin? A kam gjatë të përbashkët me të apo vetëm emrin? A jam i krishterë vetëm me fjalë e me gojë, apo jam i krishterë me vepra të mira? Ne mund të punojmë shumë, të bëjmë shumë pastori, mund të kemi makina të mira, mund të jemi të famshëm dhe shumë predikatar për të shpallur fjalën e Zotit. Por a jemi të vetëdijshëm se nga vjen kjo fuqi që kemi? A vjen prej Zotit apo mburremi me forcat tona? Është Krishti që punon, flet ndan dhe vepron nëpërmjet nesh. Ai me bojari na i ndan këto talente dhe ne i fusim në punë për të mirën e përbashkët, që të lavdërohet emri i Zotit hyjë tonë. Këto njeriu duhet të marrin vetdije, ta njohin veten e tij. Gjithçka vjen prej Zotit dhe Zotit i takon frytet e para. Dhe gjithçka kemi nuk është krejt e jona. Duhet të ndajmë skamnorët, të japim me gëzim, të buzëqeshim si Nazifi. Dëmosha është për të varfrit dhe buzëqeshja është për Zotin. Përfundojmë herën e ardhshme leximin e librit të ligjit të përtrirë. Lexojeni të shtëpia se do ta kuptoni më mirë. Ne si gjithmonë ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Zoti ju bekoftë të gjithëve.